Qindra banor të Hajmelit kanë rezervuar një pritje entuziaste për kandidatin e Partisë Demokratike Gjoku Uldedaj. Një mesazh mbështetjeje që shkon për këtë forcë politike dhe kandidatin Uldedaj, i cili gjatë fjalës së tij para banorëve të Hajmelit, i ftoi ata që t'i bashkohen frymës së fitores në zgjedhjet e 25 qershorit. Ne duhet votojmë kundër keqëqeverisjes kësaj mazhorance. Ne duhet votojmë për ta denuar këtë mazhorancë me votën e lirë në kutinë e votimit. Ne duhet votojmë programin e Partisë Demokratike, programin ekonomik të Partisë Demokratike, programin e kryeministrit tashëm zotit Basha. E pranishme në këtë takim, nënkretarja e Partisë Demokratike të Shkodrës Greta Bardeli ka ftuar banorët që të mos bien pre mashtrimeve për shitjen e votës. Mos urreni dhe mos bini pre provokimeve apo të premtimeve të cilat ma vonë me datën 26 nuk do t'i majnë. Biles ju garantoj që do t'ju fikin edhe telefonat dhe nuk do t'ju përgjigjen. Do t'ju kujtojnë biles që e keni edhe emnin shkruar në listë. Dhe kja është shumë fyse. Pra na ju lutem sa ma të kujdesshëm rinia jone sotëm, që t'i demonstrojnë me vot lirë, me vullnet plot, duke mbështet programin e Partisë Demokratike, me 25 qershor, me dalë tanë kështu si jena tanë bashkë, me e pa njëri tjetrin drejt në sy dhe me votu me sinqeritet, me votu për familjet tona.